Profesori 83 vjeçar Muhamet Iljazi është nisur për të falur namazin e xumas, duke vazhduar një traditë të gjatë fetare që mban prej dekadash. Ai praktikon fenë islame dhe thotë se tash 75 vite agjeron muajin e shenjtë Ramazanit. Sipas tij që nga mosha 8 vjeçare nuk e ka prishur asnjëherë agjerimin. E ka afër 75 vite që kom nis me gjinu. Dhe më thonë, prej atjehet dhe mësët nuk e kom prish asnjëherë. Faleminderit Zotit. Megjithatë, profesor Iljazi thekson se kohërat kanë ndryshuar dhe se kënaqësia e agjerimit dikur ka qenë ndryshe. Përpara ka qenë një kënaqësi kur të çoshim në syfër, e dilshim në për rrugën në xhami atje. Mirë, po tash ka ndryshuar kohët. Tash ma pak agjerohet. Mirë, po kush është tamam që është besimtari i fortë, aja nuk e mundon ata. Do të thonë tani herët ai ka me qenë çashtu deri në fund. Ai shton se muaji i shenjtë Ramazanit është gjëja më e mirë për besimtarët musliman, si për shëndetin, ashtu edhe për qetësinë dhe forcën mendore. Është muaj në të cilin gjendet një natë e cila quhet nata e Kadrit, që është më vlefshme se sa 1000 muaj. Do të thonë 80 sa vjet çato. Prandaj është muaj i cili i falim fukarave gjithëve me ata që jeni të prisht, do të thonë që nuk falni duhet, apo muaj që duhet pajtimit. Mos më majt, do të thonë e natë në mes vete, po mu bashku me vëlla, me motra, me prindë, me gjitha, me shoqërinë. Iljazi bën të ditur se të gjithë anëtarët e familjes së tij agjerojnë dhe se kjo tashmë është bërë traditë. Ai shprehet i vendosur që për aq kohë sa të ketë shëndet dhe fuqi, do të vazhdojë të agjerojë në muajin e shenjtë të Ramazanit.